Çdo qytetar i punësuar i Shkupit në fund të viteve 70-ta ndau një pjesë të pagës për të ndërtuar liçenin Treska. Deri në mesin e viteve 90-ta, qendra rekreative e ndërtuar me vetë kontribut kishte qëllimin e saj origjinal. Por në vitin 1998 u ndalua notimi në liqe për shkak të problemeve të filtrimit të ujit. Më këmbgulësit vazhduan të vinë, por këto ditë, pas 43 vitesh ndërtim, kanë ardhur edhe eskavatorët. Po shemben objektet ekzistuese rreth liçenit, ndërsa kamperët kanë 60 ditë kohë për të larguar rimorkjot. Това беше изненадувачки за нас и тоа е фактички ги побуди сите кампери и не само кампери, и gradot Skopje, građanite na gradot Skopje. Arsyeja për shembjen e objekteve dhe largimi i rimorkjove, sipas komunës së Sarajit, është plani për një zonë të lirë turistike. Kjo veçeverisje lokale mori qendrën në menaxhim nga qyteti i Shkupit me një vendim të qeverisë së Nikola Gruevskit në vitin 2013. Qeveria Zaev nga ana tjetër filloi një procedurë në 2019, e cila lejoi që një pjesë e tokës bujqësore në këtë zonë të shndrojë në tokë ndërtimi. Atë që pushteti qendror i dha në letër, komuna e Sarajit tani dëshiron të zbatojë në teren. Ndërtesat nuk mund të flasin, por kampistët Ace Ginovski dhe Ljubisha Dimkovski thonë se nuk do të heqin rimorkjot e tyre. Smetаме дека тоа е направена грешката уште во тоа време, во претходната влада. И затоа сега инсистираме да таа намерна или ненамерна грешка да се исправи. Тоа е незаконски. Зашто? Незаконски затоа што овој локалитет е на граѓаните на градот Скопје и тука завршува свеќеве му. Кам приколката нема каде да ја дислоцирам, затоа што со наредба од град Скопје приколките се донесени овдека. Ке ги дислоцирате? Па ако е со одлука да се дислоцираат, меѓутоа треба и да не обештетат. На еден начин ова рекреативно езеро Треска, рекреативен центар езеро Треска е направено од наши пари. Ljubisha thot se ata janë të zhgënjur me menaxhimin e komunës së Sarajit me liçenin Treska. Megjithse rregullisht paguajnë për të, ndër vite shumë rimorke janë plaçkitur, ndërsa më nuk kujdesen as për sigurinë as për pastërtinë. Додека беше под ингеренција на паркови и зеленило, имавме чуварска служба. Имавме одржување на зеленилото, косење на тревата, полевање на зеленилото, одржување на санитарните чворови, додека сега, откако преде под ингеренција на општина Сарај, се зголеми цената, малтене за 100%, а за возврат го изгубивме и тоа што го имавме. Ginovski kërkon nga institucionet kompetente të hetojnë se ku përfunduan paratë e tyre, që ata paguan për shfrytëzimin e hapësirës në qendrën rekreative. Каде одат тие средства? Кој ги зема, под кој налог, кој го издал тој налог, дали е валидно, не е валидно. Затоа бараме Министерството за внатрешни работи, го потенцирам министерот, да си пушти луѓе да се тоа преиспит. Уште едно, го повикуваме и јавниот обвинител. Значи, јавниот обвинител сметаме дека е должен да во вакви услови, во ваков вандализам, во вакви кражби, потенцираме кражби, невидени. Зашто? Затоа што господинот Сабаудин со господинот Аки, претходниот директор, 5 години ние немаме чувари. Чувари да се нема, а во договорите многу јасно си стои нивните обврски, нашите обврски. Од сето тоа нула. Përderisa pronarët e kamp-shtëpizave janë të vendosur të mos largohen nga liçeni, kryetari i komunës së Sarajit është i vendosur të zhvendos ata nëse nuk largohen vetë. Afati përfundon për rreth një muaj. Ju si medium dhe shumë medium e tjera në kontinuitet keni informuar që nuk ndërmerret asgjë te liçeni, nuk ndërmerret dhe ja
tani kemi ardhur me një stadium, me një rrafsh që realisht edhe të duket që ndërmerret, edhe si çka më të tjerë procedurat juridike do e determinojnë këtë punë. Po dua të them që është një investim që mbas informacioneve të mia nuk ka në region, jo në komunat regionale, kështu po në aspektin regional shtetëror. Akuzave të kampistëve se ata paguan dhe nuk morën shërbime të tilla si pastërtia publike dhe siguria, Bexheti ju përgjigj me kundër akuzë. Mbi 50 shfrytëzues i kanë largu, edhe sot po largojnë, edhe për çdo ditë po largojnë. Është një grup i vogël, kështu i zorshëm. Ja për shembull do ilustroj, ai që është zgjedhë i pari i tyne nuk ka kamp shtëpisë. E ka bërë uzurpim klasik dhe ka bërë me montazh të hekurit një objekt. Edhe kjo nuk kalon. Dhe nuk kalon as punë të tjera. Qytetarët e komunës Sarajt duan zhvillim dhe nuk më kanë mandatu që të ma dirigjojnë politikën 20-30 persona. Pronarët e kamp shtëpizave thonë se ata gjithashtu bisedua me kryetarin e Shkupit Petre Shilegov. Babai i qytetit të premten tha se Treska është në një farë mënyre një projekt shtetëror dhe se nuk është në jurisdiksionin e tij. Ai nuk e kundërshtoi idenë e kolegut të tij Bexheti për liçenin, por ka një vërejtje për qasjen. Значи, мислам дека тие луѓе што таму имаат години, децении, приколки требало да бидат викнати, да им се објасни концептот. Мислам дека таму има доволно капацитет да може една таква населба, може би на друга локација, биде сместена заради потребите на реализација на комплексите кои што таму треба да бидат. Derisa të gjithë e dinë se çfarë po shembet, ende nuk është e qartë se çfarë do të ndërtohet saktësisht. Kryetari i Shkupit thotë se Saraji është në përfundim të kërkimit të investitorëve. Ова што сега се случува, значи реализацијата на деталниот урбанистички план, мислам дека се таму на крај и разговорите со инвеститорите и затоа сега се започнати овие работи. Ова е на еден начин веројатно почеток на браќање. Në komunën e Sarajit, megjithatë thonë se negociatat ende nuk janë zhvilluar me investitorët, se ata janë duke punuar në procedurat ligjore. Për shembull, disa nga banorët e përkohshëm aplikuan për legalizimin e objekteve të tyre. Për me ditë më sakt, duhet kemi projektin final. Ajo fazë do të vijë pas. Shtojnë procedurat në urbanizëm. Tash vetëm bazamenti kryesor është vendu me planin urbanistik se çka mund të jetë deri. Por realisht mbas asaj që më informojnë nga njësia e urbanizmit, aty realisht do të jetë më evidente faza pas kësaj. Tani do me thënë jemi në procedurën juridike. Komuna nuk na dha një qasje në planin urbanistik që do të shërbejë si bazë për pamjen përfundimtare të liçenit Treska. Por 360 gradë arriti deri tek ai. Sipas dokumentit, i cili është një plan urbanistik për një vendbanim jashtë qytetit, kompleksi është i ndarë në 4 bloqe. Në bllokun e parë, i cili përfshin bregun e liçenit, mund të ketë fusha sportive, një aquapark, teren lojrash, kopsht botanik dhe një përqindje e vogël mund të jetë për lokale afariste ose hotele. Në bllokun 2 janë parapar viken shtëpiza që të duhet të ndërtohen prej druri dhe guri, duke respektuar fondin pyjor. Në bllokun 3 është planifikuar kompleks hotelerik, por 40% e hapësirës mund të jetë për njësi të vogla dhe të mëdha tregtare, kulturë e shëndetësi. Nuk do të ndërtohet në të gjithë zonën, sepse në një pjesë të bllokut ndodhen Puse, Treska dhe Lepenec. Në bllokun 4 është parapar ndërtimi një qendre tregtare. Në letër, dokumenti parashikon mbrojtjen e fondit pyjor dhe gjelbrimin, ndërtim me materiale ekologjike dhe natyrore. Sidoqoftë, përvoja vendase ka treguar vazhdimisht të kundërtën.